Mirë ditë të gjithëve. Sikur t'ju vinë 500 milion lek në llogarinë tuaj, gabimisht, ju çfarë do bënit? Ajo që i ndodhi një gruaje nga Argentina, i erdhe në llogarinë e saj 500 milion pesos. Parafërsisht janë rreth 40 milion 50 milion lek, parafërsisht. Dhe doja t'ju pyesja juve, ju çfarë do bëni nëse ju vinë 50 milion lek në llogarinë tuaj? Problemi është që kjo grua, do të tregoj se ka disa gjëra që duhet të kuptojmë për ta diskutuar së bashku. Së pari njerë kush është rastësisht e di bëj faj shimin sërish, kush nuk e ka brende dhe ju faleminderit që jemi për bashkë. Një grua nga Argentina, Valentina Costa, kështu quhet gruaja, tani është në hetim, sepse ajo ka problem. Ka një problem që ajo ka përdorur lekët që i ka dërguar banka. Për juve është normale një gjë e tillë? Nuk besoj, sepse nuk është një problem i Valentinës. Shiko, Valentina Costa, kjo grua, përveç se grua familjare, me fëmijë etj, ajo priste se burri i saj e ndihmonte shpeshherë, e ndihmon. Janë të ndarë, edhe ai jep ato mbështetjen ekonomike për fëmijët. Dhe ajo mezi priste që ti dërgonte burri parat, por i erdhen këto para gabimisht nga banka dhe ajo tani i ka shpenzuar. Problemi është që në momentin që i erdhen dhe i ka shpenzuar, ka filluar hetimet dhe duan ta dënojnë, sepse në momentin që të vjen mesazhi ose paralajmërimi nga shteti që të thotë, shiko, gabimisht në llogarinë tënde kanë ardhur disa para dhe ti fillon dhe i shpenzon ato, nga ky moment pra ti ke probleme. Dhe ku ishte problemi i saj? Që ta dini, problemi i saj është që ajo kur mori paralajmërimin e firmosi. Në qoftë se ajo nuk do ta kishte firmosur, nuk do të kishte këto probleme. Po ja them se si dihet, ndoshta mund të keni ndonjë shans të tillë që mund t'ju japin ca para në bankë. Edhe të mund të bëheni të pasur. Dhe po thoshja, e dini që ka ndodhur një gjë e tillë edhe në Shqipëri? Po, para disa viteve ka ndodhur, ma ka thënë një nga punëtorët e bankës ku e njoh, njëri nga këta të bankës ku shko shpesh. Dhe më tha që gabimisht i kaluan 3 milion lek një gruaje, ishin muajt që të punës që ajo kishte bërë më shumë dhe këto 3 milion ishin 3 milion vjetore. Sa po i erdhën në llogarinë e saj, kësaj zonje, kjo prishi me njerë gjysmat. Dhe problemi ishte që nuk mund t'ja merrnin dot, ishte e vetmja mënyrë vetëm që t'i thoshin, dhe me sa e mora vesh unë, shkoi vetë ai që kishte bërë një pronari, një kompanie, shkoi vetë dhe i tha, nëse është e mundur, tha të më kthesh. Dhe zonja me kalimin e kohës e ndihmuan dhe fëmijët e saj nga Italia, se fëmijët i kanë në Itali, që i ktheu mbrapsht parat. 3 milion lek, por 3 milion lek nuk ishin shumë. Unë them që nëse vinë 50 milion lek në llogarinë tuaj, si i bëni ju, çfarë do të bënit ju, ose nëse ju me të vërtet keni nevojë dhe i shpenzoni, çfarë bëhet? Me një fjalë, ose më mirë, ta bëjmë kështu pyetjen, në aty ku gjendeni ju, në çfarë do lloj vendi që gjendeni, po flas si shtet, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malizia, apo ndoshta në Itali, në Greqi, në Zvicër, në Gjermani, aty ku jeni ju. Në qoftë se në llogarinë tuaj ju futen X para, ndoshta 1.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro, gabimisht, sepse kohët e fundit po ndodh shpesh, nëse keni dëgjuar, ju çfarë do të bënit në një moment të tillë? Pra, çfarë do të bënit me ato para? E përsëris, ka shumë njerëz që kanë probleme dhe kur arrin një para e madhe e tillë, gjithsekush mendon se si mund të shpenzojnë disa prej tyre. Por ka një problem në bazë, që ç'është e vërteta, parat nuk janë tonat. Nuk janë tonat, edhe po të vinë ato në llogarinë tonë, nuk janë tonat. Kështu që në një mënyrë apo në një tjetër, ato mund të t'i marrin. Përveç kësaj, mund edhe të dëmtojnë, sepse njerëzit
janë bërë ekstremista një kohët e fundit. Dhe nuk e durojnë dot për shembull njërin që thotë ky ma odhi, edhe pse gabimi është i tij, sepse ai mendon që gabimin e bëra unë, por ti tani me që se u bëra gabimin çfarë do bësh, do shpenzosh paratë e mia, pra janë paratë të tjerëve. Dhe siç ju thash, në një mënyrë apo në një tjetër, padyshim do t'i marrin. Unë po flas për vendet që nuk kanë rregulla, sepse për vendet që kanë rregulla, për shembull, në Itali, unë do t'i them në Itali. Në Itali për shembull, nëse të vinë para gabimisht në llogarinë tënde, ti pikë së pari, nëse të vjen një paralajmërim, ti nëse është me PEC via mail, PEC me fjalë nëpërmjet PEC-it. PEC-u është një email që është i njohur nga shteti, dhe nëse të vjen nëpërmjet emailit PEC, ti je i detyruar që ti kthesh mbrapa. Njëkohësisht, edhe nëse ti firmos atë dokumentin që të vjen paralajmërimi, sepse zakonisht vjen me post, ti je i detyruar. Je i detyruar që ti kthesh pas ato para, sepse ti e firmose dokumentin që të erdhi paralajmërimi. Ndërsa nëse ti nuk e firmos dhe nuk të ka ardhur via mail dhe në atë ditë ti shpenzon X para, ato nuk të quhen, por ti mund të kthesh mbrapa pjesën tjetër. Ose nëse i shpenzon ato që të gjitha, nuk e di se si ndodh. Nuk e di, varet nga shuma. Po mes nesh ka dhe ekspert të financës, ka dhe padyshim ndoshta bankier mes nesh, dhe unë do të dëshiroja një diskutim të përbashkët, sepse një argument i tillë është vërtet i rëndësishëm. Dhe doja t'ju pyesja, po në vendin ku jetoni ju, a ka ndodhur në një rast i tillë? Keni dëgjuar ndonjëherë që të ketë ndodhur një rast i tillë? Dhe si është vepruar në këto raste? Pra, si kanë vepruar ata që keni dëgjuar ju? Në këtë rast ne bëhet fjalë për një shtet si Argentina. Zakonisht, përafërsisht, të gjitha shtetet kanë pothuaj të njëjtat, me bankat po flas, pothuaj të njëjtat ligje. Por Argentina po përshkon një moment shumë delikat dhe shteti është tejmase strikt, të paktën me të ardhurat financiare, sepse siç e keni vënë re, problemet në bile edhe në Venezuela, jo vetëm në Argentinë, janë shtuar shumë. Edhe ç'është e vërteta, kjo Valentina Costa tani po shqyrtohet sepse është në netin, por unë jam i bindur që ajo nëse nuk do të kthej parat mbrapsht, atë do ta dënojnë. Do ta dënojnë sepse, siç e thash, varet nga shteti, varet nga shuma, dhe në Argentinë një shumë kaq e madhe, që janë 500 milion pesos janë shumë. Dhe është vështirë që ajo t'i shpëtojë, edhe pse ka marrë një nga avokatët më të mirë të zonës. Megjithatë, unë do dëshiroja një komentin tuaj që ta diskutojmë, siç thash mes nesh, padyshim ka dhe ekspert, dhe nëse diskutojmë, do t'ju lutesha të më thoni, sepse dhe unë kaq di, nuk është se unë ndes shkëndijën si gjithmonë, siç kam thënë, kaq sa kam lexuar, dhe ndoshta diçka edhe më shpëton, kështu që do dëshiroja edhe unë të kisha disa informacione për këtë. Kalosh një ditë bukur.